Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Nëse do hidhet një shikim rreth e qark, nuk mund të gjendet asgjë që të ketë ardhur në ekzistencë pa veprimin e një bërësi, ashtu si s'mund të ketë gjurmë pa diçka që e ka lënë apo ndërtim pa një ndërtues. Nuk mund të kuptohet dot se si mund të kenë ardhur në ekzistencë ky qiell blu me diellin e hënën në kupën e tij pa veprimin e një krijuesi, apo kjo tokë me bollokun e barit dhe të luleve. Askush nuk mund të mos nxjerrë përfundimin se për këtë botë kaq të larmishme ka një krijues, sepse ekzistenca s'mund të vijë nga mos ekzistenca, as qenia nuk mund të mbi nga mos qenia. Në këtë pikë njohjeje mund të vijë cilido që vrojton atë që ekziston në botë, si dhe mënyrën e sistemimit të saj. Këtë arsyetim Kurani e shpreh vetëm me një varg, si mos vallë keni dyshime për Allahun, krijuesin e qiejve e të tokës.